Imagjino të shkruash Kuranin me dorë, fjalë për fjalë, për 6 vite pa ndalë. Kjo është historia e kaligrafit irakian Ali Zaman, i cili ka përfunduar së fundmi një vepër të jashtëzakonshme që ka tërhequr vëmendjen e botës islame dhe asaj artistike, një dorëshkrim monumental të Kuranit i shkruar tërësisht me dorë. Kjo vepër unike nuk është rezultati një pune të zakonshme artistike, por i 6 viteve për kushtim, durim dhe disiplinë të jashtëzakonshme. Gjatë këtyre viteve, Ali Zaman ka punuar çdo ditë me përpikmëri, duke respektuar rregullat klasike të kaligrafisë arabe, balancën e shkronjave dhe harmoninë vizuale të çdo faqeje. Çdo ajet është shkruar me kujdes maksimal, jo vetëm për saktësinë gjuhësore, por edhe për bukurinë estetike dhe domethënien shpirtërore që mbar teksti i Kuranit. Ky proces nuk ishte thjesht artistik, ishte shpirtëror. Çdo faqe kërkonte qetësi, disiplinë dhe përulësi. Gabimet nuk kishin vend. Një vije gabuar do të thoshte rikthim nga e para. Në një botë ku gjithçka krijohet me shpejtësi dhe zëvendësohet pa aq shpejt, kjo vepër sfidon kohën dhe ritmin modern. Dorëshkrimi i Ali Zaman nuk është vetëm një libër, është një dëshmi e besimit, durimit dhe fuqisë së përkushtimit njerëzor. Një vepër që na kujton se disa gjëra të shenjta nuk mund të nxitojnë, ato duhet të shkruhen, faqe pas faqe.